Çdo informacion apo raportim që pranohet nga strukturat përkatëse po trajtohet me seriozitet të lartë dhe në përputhje me përgjegjësinë ligjore. Sipas raportit të orës 11, në dhomën operative të KQZ-s janë raportuar problemet me mungesë të energjisë elektrike në 6 qendra votimit, që i takojnë 6 komunave: Istok, Ferizaj, Viti, Rahovec, Graçanic dhe Gjilan. Komisionet komunale të zgjedhjeve kanë njoftuar keecin lidhur me këtë. Po ashtu kemi pranuar njoftim nga komuna e Rahovecit, ku në qendra të votimit është vërejtur se flet votimet kanë shenja të dukshme në numra. Kjo ka shkaktuar ankesa në radhët e këshillave të vendvotimit. Po ashtu, duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 94% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 është 165.404 votues, apo 8.27% nga 1.999.204 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura me 9 shkurt 2025, sipas të dhënave nga rreth 93% të vendvotimeve, kishin votuar 8.58% apo 169.650 votues nga 1.970.924 votues. Çështjet me energji, të thotë pasi që janë raportuar, janë zgjedhur. A presim se do të ketë prap probleme me energji? Është e mundshme. E kemi alarmu këtë çështje ditët më parë, por që e kemi zyrtarët e keecit janë në terren dhe ne janë në komunikim të vazhdueshëm me KQZ-n për çdo veprim, për çdo mungesë të energjisë, janë në detyrë dhe do të reagojnë.